Dorina Tahiraj është prezantuar si drejtuesi e re e filialit të Postës Shqiptare në Vlorë. Tahiraj u prezantua përpara administratës së këtij institucioni nga vetë drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare, Etienne Xhafaj. Gjatë vizitës u inspektuan edhe zyrat postare qendrore, ku u zhvilluan diskutime mbi funksionimin e shërbimeve, adresimin e nevojave konkrete të qytetarëve, si dhe masat për rritjen e mëtejshme të cilësisë dhe efikasitetit në formimin e shërbimit postar dhe financiar në një nga qytetet kyçe të turizmit dhe ekonomisë. Gjatë prezantimit të drejtoreshës së re të filialit të Postës Shqiptare në Vlorë, Dorina Tahiraj, drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare, Etienne Xhafaj, është shprehur se angazhimi ynë mbetet forcimi i standardeve të shërbimit dhe garantimi një poste të besueshme, të sigurt dhe pranë çdo qytetari. Drejtuesi e re e Postës Shqiptare filiali Vlorë, Dorina Tahiraj, ka përfunduar studimet e larta nivel master shkencor dhe shkenca juridike. Ajo është diplomuar si avokate në vitin 2011 dhe për gati 3 vite ka bashkëpunuar me studio avokatie. Ka eksperiencë të gjatë punën në administrat, për më shumë se 5 vjet ka ushtruar profesionin e juristit e specializuar në shkencat administrative dhe civile. Në vitin 2019 ka marrë certifikatën e audituesit të brendshëm në sektorin publik nga Ministria e Financave, duke u vlerësuar maksimalisht me 100 pikë. Prej vitit 2019 ka qenë drejtuese e njësisë auditimit të brendshëm në shoqërinë rajonale Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë dhe konsulente jashtme në shoqëri auditimi ligjore dhe kompani private.